Kryeministri Edi Rama ka çelur zyrtarisht fushatën elektorale të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit me një ngjarje madhështore në sheshin Skënderbej. I veshur sportiv me një kapele që mbante numrin 5, numrin që Partia Socialiste ka në fletën e votimit, Rama dha sinjalin e parë të fushatës përmes një paraqitjeje që kombinon thjeshtësinë me mesazhe të forta politike. Skema vizuale e aktivitetit ishte ndërtuar rreth 12 yjeve, një simbolik me shumë kuptime. 12 prilli, 12 qarqet e vendit dhe 12 yjet e flamurit të Bashkimit Evropian që përfaqëson edhe synimin kryesor të kësaj fushate, integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prezantimi i kandidatëve të Partisë Socialiste mori një formë artistike dhe festive, ndryshe nga fushatat tradicionale. Çdo qark u përfaqësua në skenë me këngë dhe valle tradicionale, duke shfaqur diversitetin kulturor të vendit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.